Sa i përket hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim se është një nga ndodhit më të mëdha që ka ndodhur në historinë e Islamit dhe muslimanëve. Dhe s'do mend se kur Omeri radiallahu anhu vendosi që këtë ndodhi ta bëj si fillim të kalendarit të muslimanëve, ishte me të vërtet një zgjidhje e mrekullueshme, sepse para kësaj 13 vite me radh muslimanët në Mekë shtoheshin në numër të vogël, mirëpo nuk ishte thirrja në atë nivel, domethënë siç ishte pas hijretit, kur muslimanët faktikisht e krijuan shtetin e tyre. Dhe përveç thirrjes në besim dhe në disa vepra të caktuara, u përhap thirrja e Islamit, zbritën dispozita të ndryshme, u formua pra prej në aspektin teorik dhe të besimit, u krijua situata e përshtatshme që feja e Allahut subhanahu wa taala të praktikohet, dhe zbritën dispozitat e udhëheqësisë të shtetit, zbritën dispozitat e luftës në rast se shteti është në gjendje lufte, zbritën dispozitat e marrëveshjes kur muslimanët kanë marrëveshje me të tjerët, e kështu me radhë. Pra, feja islame e mor një hovë më të madh, dhe siç e përshkruan Allahu subhanahu wa taala, filluan njerëzit të futen fenë e Allahut turma. Andaj kjo ndodhi padyshim se është një ndodhi shumë e vlefshme dhe shumë e rëndësishme në historinë e Islamit dhe muslimanëve. Sa i përket historisë në pikat shkurtra se si ka ndodhur hijreti i pejgamberit alayhis salam, këtë me siguri secili musliman e din, ose së paku duhet ta di, dhe ai që nuk e din me të vërtet ka lëshim të madh në fenë e tij. Pra pejgamberi alayhis salam, kur ju shtuan shumë persekutimet dhe i vdiq xhaxhai i tij, po ashtu edhe gruaja e tij Hatixha, atëherë Allahu subhanahu wa taala ju dha urdhër që të shpërngulen muslimanët prej Mekë dhe të shkojnë në Medinë, e cila në atë kohë quhej Yathrib. Dhe kështu veproi pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij. Mirëpo pejgamberi alayhis salam si një shembull se si duhet të jetë udhëheci, nuk shkoi i pari të bëjë hijret e t'i lej shokët e tij në Mekë dhe mos t'i interesoi për gjendjen e tyre. Jo, pejgamberi alayhis salam e bëri të kundërtën. Priti që të shkojnë shumica e shokëve ta bëjnë hijretin, e pastaj i erdhë dhe gjithë kjo me mësim dhe me sugjerim nga ana e Allahut subhanahu wa taala, i erdhë që ky të bëj hijret. Dhe si shok të hijretit të tij, pejgamberi alayhis salam e zgjodhi shokun e tij më dalluar, domethënë Ebu Bekrin radiallahu anhu. Dhe së bashku pra bën hijret. Dhe kjo ndodhi ka mësime të mëdha, mësime të shumta që përfitohen në atë aspektin se si duhet të jetë udhëheci, në aspektin e mrekullive që i ndodhen pejgamberit alayhis salam gjatë kësaj ndodhie, në aspektin e amanetit pejgamberit alayhis salam. Ju dini rastin se pejgamberi alayhis salam e la Aliun në shtratin e vet radiallahu anhu. Pse e la Aliun në shtratin e vet? E la që t'ua kthej amanetet mushrikëve të cilët i kishin lënë tek ai. Para mendo, e përgënjeshtronin, ja përsekutonin shokët, mirë po përsëri amanetet i linin të ai, sepse dini se është njeri i besueshëm. Dhe kjo tregon se mohimi i tyre që ja bënën pejgamberit alayhis salam është mohim pra për shkak të epshit e jo për shkak të ndonjë fakti që ata e kishin, sepse ata edhe para se t'i vijë shpallja e quanin El Emin, besniku, ai që nuk gënjen asnjëherë. Pra kjo është sa i përket rëndësisë, nëse mund të themi në pikat shkurtra, rëndësisë që ka hijreti.